Jemi rikthyer sërish në studio të nderuar shikues dhe tani gati që të zhvillojmë edhe bisedën që paralajmërova, pra do të jemi pikërisht në temën e minatorëve, në javën e minatorëve që përmbyllet për këtë vit sot. Dhe kam kënaqësinë që të jem në studio me minatorin Fadil Xheladini. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Shumë kënaqësi. Edhe me Ibrahim Janusi, kryetari i Sindikatës së Pavarur të Punëtorëve në Trepç. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ju, zoti Xheladini, vini nga Miniera Artanës, apo jo? Edhe kjo javë e minatorëve për juve është plot kujtime, përjetime e ndjenja, duke qenë se ju keni përjetuar edhe ato organizime, greva të tjera. Në trego pak për emocionet, sa herë vim në këto data? Po, unë sa herë vim në këto data, gjithëherë kam emocione, sepse unë i kam të përjetume, do të thotë i kam të përjetume, i kam të kalume, prandaj e kam edhe vështirë mos të kem emocione, se në këtë rast, për shembull, unë ndi veten me kolegët e me kur ishum atëherë, do të thotë para 37 viteve, me ndjerë, do të thotë pa tjetër që unë ndi pak më ndryshi se gjithë tjertë. Çka kujton prej grevës, tash kanë kalu disa vite, Kosova është e lirë, po e gëzojmë lirinë, ato për çka edhe ju me mundësitë e juaja keni ngritë zërin atë kohë, po cilat janë ato emocionet e para që ju vinë mend? Po, emocionet janë kështu, për gjitha ato veprimet që i kemi bon, do thotë nuk jam pishman as pak për kundrazi mburna me ato të kalumet. Mirë, po tash kur e shoh gjendjen momentale, unë realisht mburna me veprat e mia që kam kontribu, po për gjendjen momentale në Miniera, do thotë nuk jam i kënaqur as pak. Nuk ka organizim të mirë fill, nuk ka përparim në Miniera, kur dihet që Trepça ka qenë gjigant evropian. Sot, për shembull, jem me individ punëtor me numër minimal, do të thotë sa për mu mirë mbajt Miniera mos mu shkatru. Mu vjen për me qajt, kur e shoh në këtë gjendje, aty në vite ka qenë numri parafërsisht rreth 27.000 punëtor, sot kemi met në krejt Trepçën me Novobërde, Artane, Hajvalije, Badovce që janë mbyll tjera, do thotë 600-700 punëtor. Kjo mbren, pse nuk shkohet përpara, edhe me teknologji, edhe me shtu numrin e punëtorëve. Edhe gjatë kësaj jave, zoti Janusi, në aktivitetet të ndryshme që u organizuan, sidomos të një hulumtim që u publikua atje, ku fol për kushtet të vështira në cilat punojnë, për disa sëmundje të cilat janë të lidhura angusht pikërisht me kushtet në cilat punojnë minatorët sot e asaj dite. U shpreh edhe njëherë, do thotë, nevoja për një vëmendje më të madhe institucionale karshi minatorëve. Si gjeti minatorët ky shkort i këtij viti? Më thonë që kemi një transmetim të drejtë për drejtë me kryeministrin Albin Kurti, më duket se do të shkojmë live dhe më njëherë do të kthehemi me bisedën. Nëse jemi gati krejt regjia, shkojmë edhe dëgjojmë deklaratën e kryeministrit. Sigurisht se ju do të mbeteni të informuar edhe në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës, ndërkaq ne vazhdojmë bisedën aty ku e lam, folim pra për kushtet në të cilat po e gjen kjo javë minatorëve këtë vit Trepçën në gjitha minierat në Kosovë. Sot 37 vite më parë, një grevë e organizuar nga minatorët, jo për çështje sociale, por për çështje shtetërore dhe që ka jap një kohë dhe dimension tjetër për avancimin apo zhvillimin e sotëm të Republikës së Kosovës. 1300 minatorë sot e kanë mbyll greven urije që kanë bërë në horizontin e 8 në Minierën e Stan Tërgut, e të cilët disa prej tyre, shumica prej tyre janë dënuar me
disa me 14 muaj burgim, 6 muaj nga 3 muaj, e cilët janë përndjekur vazhdimisht. Për fatkeqësisht 37 vite pas dje një hulumtim cili është publikuar nga Instituti i Hulumtimeve të Drejtave të Njerëzit, i cili është bërë një punë e jashtëzakonshme, e cilën na minatorët e minierës së Stan Torgut dhe minierës e Trepçës gjithashtu bashkërisht me Arton jemi mirënjohës asaj organizate dhe zonës Kaltrina Rexhepi, drejtore ekzekutive, e cila ka bërë një punë të jashtëzakonshme, ka qitë në pa disa meta të cilat minatorët tash e 26 vite jemi përballur. Hulumtimi ka gjetë shumë të gjetura, e cilat dojnë vëmendje institucionale dhe veprime të menjëhershme me qëllimin që me përmirësu jetën e minatorëve, sepse tash e 26 vite jemi lënë në mshirë të fatit, e cilat jemi ballavaquar me mjaft vështirësi, sidomos në aspektin shëndetësor dhe atë aspektin social. Në këtë hulumtime që nëse po i referuemi dhe po shohim edhe një video që ishte pjesë e kretë këtij hulumtimi, u fol për problemet shëndetësore me cilat përballen minatorët. Ajo që ndoshta ishte edhe më shqetësuese ishte fakti që në këto probleme, mbi të gjitha, është edhe ajo frika për të mos e thënë problemin, për të mos pra nuk ndihen të sigurt të tregojnë që janë të sëmurë për shkak se rrezikohet vendi i punës. Kjo ishte një prej shqetësimeve që u ngret edhe që ishte pjesë e këtij hulumtimi. Është fakt se nga viti 2011 kur kam hyrë për herë të parë, kam ndërtuar një marrëdhënie pune me organizatën Trepça, që atëherë kanë zhvilluar për shkak rrezikut të largimit të dhënshëm nga marrëdhënia punës së minatorëve të Trepçës. Minatorët kanë refuzuar të nënshtrohen kontrollave mjekësore për arsye sepse të gjithë e njohin shëndetin e tyre dhe janë friksuar që në momentin që ekspozohen apo investigohen smundjet profesionale, ata mund të jenë të larguar, sepse ka ndodhur në vitin 2004 deri në vitin 2006 një largim i dhënshëm i minatorëve për shkak smundjeve të cilat janë ekzaminuar nga institutet e mjekësisë të punës. Dhe si arsye deri në këto vitet e fundit, deri në vitin 2020, ka qenë një refuzim i vazhdueshëm i gjithë minatorëve për mos t'u nënshtruar këtyre ekzaminimeve mjekësore, sepse të gjithë kanë ndonjë smundje e për cilat janë rrezikuar dhe i kanë mbajtur të mshefta me qëllimin që mos të ekspozohen për shkak se janë ndirë të rrezikuar që ta humbin edhe vendin e punës. Ndërsa në këto vitet e fundit unë e them me përgjegjësinë e plotë sepse edhe institucionet e mjekësisë punës nuk kanë pajisje adekuate për t'i ekzaminuar. Ka disa raste që ndoshta edhe shëndetin e rënduar, po kur ka shkuar te mjekët apo për kontrolla nuk i ka publikuar të smundje dhe normalisht ka vazhduar në formë normale, është shndruar në kurban të familjes, ka vazhduar për me punuar sepse në momentin që të kesh paralajmëruar ato, ndoshta për shkak ligjeve do të mund të përjashtohen nga vendi i punës. Qartë. Në kohë për koreksi, ne kemi bërë ftesë edhe për ushtruesin e detyrës së kryeshefit, ndërmarrjes Trepça, në pamundësi për të qenë fizikisht në studion tonë sot. Unë shpresoj që do ta kemi edhe në vazhdim, ndërkohë që ndoshta duke qenë edhe ai i ri, edhe dje në pjesë e këtij hulumtimi, pam një lloj gatishmërie që ndoshta të dëgjoj të paktën edhe të funksionoj më mirë, le të them, menaxhmenti bashkë me punëtorët, që është një pikë shumë e rëndësishme, apo jo të funksionoj kjo hallk. Është hera e parë që këto mandatin tim sekretar sindikate që kemi arrit apo ka arrit dikush t'i bashkoj edhe ministrit përkatëse, si që janë Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Ekonomisë, Instituti i Mjekësisë Punës, po ashtu edhe menaxhmenti ndërmarrës Trepça, të mbajnë një diskutim të hapur, t'i paraqesim gjitha ato sfida, gjitha ato raste për cilat na preokupojnë dhe hulumtimi ka qitë në pa shumë të meta dhe shumë dëmtime që na karakterizojnë neve si minator. Prandaj e vlerësojmë atë rrezë të diskutimit, e çmojmë dhe mendojmë dhe shpresojmë që do të jep ngaja të fillojë një hap i duhur për të ndërtuar një infrastrukturë ligjore e cila na mundson një trajtim më dinitetshëm, sepse po flasim për një profesion jo i zakonshëm me profesionet të tjera, padashme i fysë se secili profesion është fisnik në vete dhe mban detyra dhe përgjegjësi. Po kur e marrim profesionin minator është profesioni ndër profesionet më të vështira në botë, e cili t'i jep
rreziqe të vazhdueshme, po ashtu të sjellë sëmundje, cilat në vitet do të ballafaqohesh dhe nevoja për kurim është e domosdoshme. Prandaj mungon infrastrukturë të tillë, mungojnë ndihmat financiare dhe mungon trajtimi i dinjitetshëm. Po ma tregon gishtin, do të thotë është pasojë e punës apo jo? Pastori punës është se mos me i ndërhy deri ta mbaron, do thotë A ju keni lëndu gishtin gjatë punës? Jo lëndu, po e kom thyë edhe që nuk është nxit ale. Kur ka ndodh? Ka ndodh dikon para 10 viteve. Kështu. Prandaj puna e minatorit në minier është një punë muj me qujtë speciale, sepse këtu do të me qenë kujdesi maksimal. Se lëndimet janë të befasishme. Nuk e i përgatitur asnjëherë. Nuk e shef. Do thotë gjithë herë do është me qenë saktësisht i koncentruar në punë, edhe gjithë herë të përcjell anën tavanore, anash, se gjatë minimit mbesin na ju thojmë bllokan minier, pjesë të gurit, çom, ku ploni për shembull gjatë minimit i mbulon nuk duken. Edhe nëse nuk e bëjmë një kontroll të mirë, për shembull me kreh, me qyski mërxu, ka mundësi se janë të mshefta, por çta janë lëndimet e befasishme. E merr makinën, për shembull, shpon aty gjatë dridhjes, ai nuk të thotë largo, se është në pyetje sekundi. Do thotë prandaj është një punë shumë specifike, unë e quaj edhe speciale, se kujdesi do të me qenë maksimal. Lëndime gjithherë janë të befasishme. Si ka qenë karriera juaj? Ju jeni një vit para pensionimit zyrtarisht, kështu që le themi jeni me fat që vazhdoni me punu, sepse ka shumë kolegë të juaj që është dashur më herët të largohen, ose edhe për shkak të këtyre komplikimeve kanë humbur jetën, nuk tregua edhe dje, kështu që si ka qenë për juve, sa probleme shëndetësore keni pas deri më tani kur jeni në 64 vjeçar? Du të jemi sinqert. Ajo periudha e largimit nga puna, do të vitet e 90-ta, po du me thonë kështu sa atër kam qenë gjenerat e re, dhe që ajo pauza, që kemi bo që ato vite, unë do këtë që ajo nga ka shpëtu. Por ndryshe, në kohën e sodit, për mu, gjatë provojës time shumë vjeçare, që e kam është që nëse nuk bëhet një ligj që xheftari del në moshën 55 vjeçare si kur gjithë tjerët, nuk besoj që një xheftar punon minier e mrrin moshën 65 vjeçare. Arsyeja është e shumta. Numër një për shembull, ajrin nuk e kem të natyrës, do të thotë bëhet me anë ventilimit. Aty bëhen çpime, eksplodime, gasna, ka të lloj-llojshme, do të thotë plohen, lagështi, ato gjitha ndikojnë shëndetin e njerit. Unë për shembull e shoh, unë vjen mirë kur dal në qytet, është ndaluar dohani aty, është ndaluar këtu. Unë jam dohan pirz vet. Po japi shembullin konkret gjatë kohës Covidit, e kum pas Covidin, edhe shkova në kontroll të mjeku privat. Kur mi pojti cigaret, ma bani incizim më shkri, edhe mi hëtë cigaret, tha, asë një mo, qërë ku kam fillu. Edhe, po të, unë e për thëmë, doktor, si kuptoj unë, aj me gisht në kompjuter, po thëtë, qërë ku kam fillu. Unë e për shqoj, thash jo, thash këto ko kanë fillestare, në ku menu që gjysën si kam mirë. Këtove që e lidha adin kështu bised, por ndryshe i rigati me hapa edhe tensionit. Po si trajtohesh ti si minator për kaq shumë vite që ke përjetu situatat e ndryshme edhe grevat e të tjera brenda shoqërisë tonë? U përmend dje që nuk është se jeni të liruar në kategorinë e pacientëve që lirohen nga pagesat edhe në shërbimet shëndetësore. Nuk është se jeni të liruar edhe në transportet të tjera. Si është pozita e një minatori në Kosovën
e ditëve tona? A jeni të respektuar mjaftueshëm, a vlerësohet mjaftueshëm puna juaj? Ka ik ai respekti i minatorit. Do thot kur bisedon me dikon edhe me njerëz të rëndë, thot apo punon trepça, do thot që por ata kanë ngel për shembull edhe unë po e quaj si propagandë, mos diskutimet për trepçën. Do thot kem lloj, ka ashtu që më pyetin për prodhime për kështu, apo bëhet prodhime mirë, po. Cilat janë shqetësimet kryesore të punëtorëve, të minatorëve, me cilat vinë te ju kërkojnë ndoshta ndihmën e juaj për me dërgu te institucionet? Normalisht shqetësimet kryesore janë kushtet e punës, e cilat ndikojnë drejt për drejt shëndetin e tyre. Edhe nuk është rregulluar çështja ligjore e cilat i trajton problemet e minatorëve. Ne po flasim me kolegun këtu, i cili paraprakisht më informoi për ka probleme me dëgjimin, e cila ka ndikuar për shkak zhurmës, ndoshta për shkak mungesës së kufjeve, një gjë elementare e cilën minatorët nuk e kanë, ka ndikuar ndoshta në zvoglimin e humbjes së dëgjimit. Mirë po edhe minatorë të tjerë vazhdimisht kemi po flasim për një numër prej 40 prej tyre të cilët nuk janë të aftë, nuk janë gjendje për me ardhe deri në më u paraqit deri në vendin e punës, e cilat për shkak mungesës së një baze ligjore ata ndoshta rrezikohen edhe për ta humbur vendin e punës. Kjo është një ndër shqetësimet që vazhdimisht kërkojmë minator, mirë, por nuk sindikata ka bërë diçka, është munduar ta bëjë të pamundur. Nuk kemi lënë derë apo institucion pa trokitur. Tash 26 vite, nuk mund të adresojmë vetëm të një qeveri, po. Tash 26 vite, nuk kemi lënë derë pa trokitur për të kërkuar ndihmë dhe me përullësi u kemi drejtuar çdo institucioni që ta rregullojë një çështje imediate për jetën dhe shëndetin, sepse jemi qytetarë të vendit dhe meritojmë të trajtohemi dinjitetshëm. Sepse, si thash më herët, ne punojmë në një thellësi 800 metra në tokë. Temperaturat janë jashtëzakonisht të larta. I nënshtrohen shumë kushte mikroklimatike, të cilat në raste të caktuar në kushtet e dimrit mund të nënshtrohesh temperatura njëkohësisht shumë të larta, apo në një periudhë shumë të shkurtë metrore mund të nënshtrohesh edhe në -gradë C, e cilat ndikojnë drejt për drejt. Këto po e bëjnë një barrë jashtëzakonisht shumë të madhe dhe si pasojë e mos financave të duhura, apo edhe ndoshta edhe gjendjes së ulët të pagave, po e ndikon apo e ka vështirësuar shumë jetën e minatorëve. Duke i marrë parasysh këto probleme, sa mund të përqejmë problem që nesër të mos me pas punëtor që janë të interesuar me punu në minjerë, të rritë që ndoshta me këto paga që janë relativisht të ulta në krahasim me punën që kërkohet për ta dhe sakrificën që kërkohet të bëhet nga minatorët, mundën mos me pa vetën si minator, nëse nuk përmirësohen këto kushte, nëse nuk sigurohet mjetet e punës, nuk sigurohet një pensionim siç e kanë edhe vendet e tjera në moshën 55 vjeçare, pse me zgjedh njëri një punë në këto kushte përderisa sot po japën mundësi për punë tjera. Ndoshta në të kaluarën ka qenë interesim shumë më i lartë për të punësuar në ndërmarrjen trepça, ndërsa këto vitet e fundit ka rënë dukshëm interesimi për të punësuar. Çka e bën dallimin e ndërmarrjes për shkak sepse ligji i punës i përcakton qartë ditë e pushimit vjetore, pushime mjekësore, që kjo është ndoshta një benefician shtesë që e kemi të garantuara, ndërsa në shumë punëtorë të sektorit privat si benefician e shohin që është diçka me vlerë. Mirë, po në momentin që vinë dhe futen në minjerë, i shohin sfidat dhe rreziqet. Kemi raste të fundit kur tash janë mbarë 25 punëtorë të fundit, e një prej tyre qysh në ditën e parë të punës, ditën e nesme nuk është paraqit për shkak kushteve të rënda, për shkak vështirësive dhe për shkak rrezikut apo që ka para po ai për jetën dhe shëndetin e tina. Ke qenë se dje e thatë edhe ju bëm bashkë institucionet, ishte Ministri Andin Hoti, i punës dhe familjes dhe vlerave të ushqisë shqiptare të Kosovës, pranishëm aty, pastaj kishte përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Ekonomisë, diçka që u tha që nuk ka ndodhur më herët, për të parë po ishin prezent, po bëheshin pjesë e diskutimit edhe po jepnin përshtypje sa. Është kjo ndoshta shpresë që më në fundit merret parasysh të rregullohet situata, do japet vlera që ka e minatorit.
Unë thëmë sepse një rast i tillë më herët nuk është arrit të bëhet. Kjo vetë fakti që jemi mbledhur në atë rreth diskutime dhe kanë dëgjuar të drejtë për drejtë edhe ato ulëmtime, ato dhona që janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme, besojmë dhe shpresojmë që mos jetë vetëm një rreth diskutimi, po të tingëlloj drejt për drejt në të zëvendës ministrat apo ministri i punës dhe vlerave të luftës që ke ato, që të bëj diçka sadopak të jap kontributin e tij që ta ndërtoj një bazë ligjore të mjaftueshme, e cilat do të na trajtonte të dinjitetshëm. Diçka minimale, nuk kërkojmë diçka kushte apo standarde të jashtëzakonshme, standarde larta, nuk është mjaftuar shumë boll për minatorin, mirë po në këtë gjendje që jemi, sadopak e vogël që japet një bazë ligjore, do të na mjaftonte dhe do të na rregullonte edhe gjendjen sociale si jemi na. Si minator me shumë përvojë, ku duhet mas pari më koncentru qeveria, menaxhmenti, çka duhet mas pari më u përmirësu për me funksionu puna në minjer? A është pensioni, a janë kushtet e punës? Numërni e domosdoshme për mu është ligji për minator. Nëse formohet, bëhet ligji, do thotë gjitha senet binë në pika dhejta. Edhe shkojnë në binar. Derisa nuk bëhet ligj, do thotë janë biseda. Une e i provojës, e thash edhe dje, se qito biseda për shembull çka ishin, i ku mësu përmenë se për çdo vit po përsëritën. Mirë po realitet, punë praktike. Tash më po ndërhy aty dje ku ishim me gjitha ta zëvendës ministre që ishin, falimderoj di respekt që kësaj radhe ndoshta po mirët diçka pozitiv. Ndoshta edhe inshallah mirët, po numërni për mu ligji duhet mu bo. Edhe tjerat pastaj, shkum edhe të pagat. Unë nuk jem ata minator që kimi qenë dikur. E thash edhe dje, deri dje, kur janë për vjetorët, po thojmë luajt e nën tokës. Sot, për mu, jemi mbet një grosht, do të pak, numerikisht, pak, po kemi mbet mete e nën tokës. Na vynë fuqi punëtore, teknik. Fuqi punëtore në këtë rast, flasë për artonë, se jam atje. Për treps e kemë zotnin këtu. Do thotë e lëshojnë aflatacionin në Kishnicë, gjysa e minatorve të artonës do të me ardhë mu ju afru ndihmë ka. Do thotë mungesë inflatacion, të një është mungesë e xhehtarëve atje, prapë thojnë nuk ka prodhim. Do thotë varësisht përgjithësinë e marrum na edhe për neglizhencë tjerëve. Edhe një ndoshta po e zgjati, kur është në pyetje, që tashti tek shoku që tha 20 i kemi marrë një e kalshu. Tu na kanë punu 4-5 vjetë e lshun. Edhe tasht, që tasht e kem rastin shumë pak muj, edhe 2 na ikën. Edhe tasht është, pse me ardhë me punu kur një rrogë minimale, tasht në përgjithësi është 500 euro, rroga minimale. Unë jam xhehtar me kvalifikim të lartë, do thotë e kam 800 euro. Pse me ardhaj për 500 euro në minjerë, punon kamarier me kravati, parfum, mosën jo në shizme, në helmet e kështu. Faleminderit shumë se koha është limituar dhe kemi materialin e kësaj tryeze për cilën falëm dje, nëse do në me përmbyll për shkurt lutem. Veç kisha bërë një thirrje që qeveria e Republikës Kosovës të mendoj për këtë kategori shoqërore si që minatorë dhe të krijoj një ligj i cili trajton dinjitetshëm, sidomos pensionimin që është e domosdoshme mosha 50-55 vjeçare dhe në raste të caktuar pensionimin parakohshëm i cili duhet të ofrohet një pensionim i dinjitetshëm
si që ka qenë deri të paktën 70% të pagës bazë, sepse është e imediate për jetën vazhdim, sepse për shkak profesioni i cili lën pasoja shëndetësore dhe është e domosdoshme të kurohesh apo të kërkosh trajtim mjekësor. Prandaj është koha dhe momenti i fundit tash 26 vite që të bëhet një ligj për minatorët i cili është kërkuar shumë moti. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë, shumë suksese, unë uroj që herën tjetër që takohemi flasim për arritje dhe suksese brenda punës e minatorëve. Shumë kënaqësi.